Rikthimi i ekspertëve të OPDAT në SPAK dhe të FBI-s në BKH konsiderohet si një interes kombëtar nga administrata e presidentit Trump. Këtë e tregon komenti i një zyrtari të ambasadës amerikane në Tiranë, pasi u pyet se me çfarë lidhet rikthimi i këtyre ekspertëve javën e shkuar. Në përgjigjen e dërguar përmes postës elektronike, thuhet: në përputhje me urdhrin ekzekutiv të presidentit Trump të datës 20 janar për rivlerësimin dhe riorganizimin e ndihmës së jashtme të Shteteve të Bashkuara, sekretari Rubio nisi një riçikim të gjithë ndihmës së huaj të SBA-s për të siguruar që programet të jenë efikase dhe në përputhje me politikën e jashtme të SBA në agjendën Amerika e Para. Disa programe që konsiderohen thelbësore për interesat kombëtare të SBA kanë rifilluar, ndërkohë që rishikimi i ndihmës së huaj është ende duke u zhvilluar. Ky koment i ambasadës amerikane në Tiranë i jep fund debateve dhe fërkimit të duarve nga disa politikanë shqiptar, të cilët e trumpetuan me të madhe largimin e këtyre ekspertëve amerikanë, ndërkohë çdo program tjetër i ndihmës amerikane për Shqipërinë vazhdon të jetë i bllokuar, përveç programeve të SPAK dhe BKH.